Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht, Allahun e madhëruar e falenderojmë për ndihmën dhe falë kërkojmë, kënda uzon Allahu azza wa jall në rrugë të drejtë, në rrugë të vërtetë. S'ka kush që mund ta humbë, dhe kënda Allahu i lartësuar e lënë humbje me drejtsinë e tij absolute, nuk ka kush që uzon posti. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij i fundit, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ta, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe vazhdojnë me pasu me të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar shikues, sot me lejen e Allahut të madhëruar kena me trajtu një temë e të cilit ka bë buj në kohët e fundit. Kjo temë është, dhe ashtu e kam quajtur, patriotizmi i rrajshëm. Sot, sigurisht që këtë temë nuk do ta trajtoj me qëllim të fyrjes, apo me qëllim të polemikës fetare. Mirë po, sigurisht që as nuk do ta provokoj asnjërin prej feve, për arsye sepse edhe vetë feja jonë islame e bukur nuk na thërret që t'i provokojmë të tjerët në fenë e tyre. Lejohet debatimi i mirësjellt me argumente të qarta, mirë po fyrja asesi nuk qëndron dhe nuk ka bazë në fenë islame. Andaj sot po flasim për një çështje shumë serioze, për një mashtrim intelektual dhe historik që po përhapet i veshur me një gjuhë të bukur dhe qëllimi i tij është të jetë i rrezikshëm. Ky mashtrim paraqitet me fjalë të mëdha si komb, apo ruajtje e kombit, apo patriotizëm, apo atë dashuri. Kjo përmbajtje është një përmbajtje e të cilët e përjashton islamin nga kjo bukuri e vlerave të popullit tonë. Sipas tyre, për të qenë shqiptar i vërtet duhet të heqësh dorë patjetër nga islami. Kjo absolut nuk është e vërtetë. Dhe sigurisht që propaganda të cilët nuk demantohet me kohë, kjo shndrohet në një realitet të rënd. Nëse ne nuk i këndërvejmë dhe nuk e tregojmë realitetin e çështjes, atëherë kjo rënd, kjo gënjeshtër mund të zëvend sikurse e vërtet edhe pse nuk është e tillë. Mirë po, pyetja e parë themelore e të cilit ju bëhet këtyre thirrasave apo këtyre të cilët e luftojnë islamin me çdo mjet që munden, është një pyetje shumë e thjeshtë. A është kjo thirrje e juaj vërtet e sinqertë? Në fenë islame është mjaft e qartë. Allahu i madhëruar për çështjen e dinit tonë, për çështjen e fesë tonë, për çështjen e thirrjes sonë na ka treguar në Kur'an. Allahu i madhëruar thot: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa." Thot Allahu i madhëruar, ata nuk janë të urdhëruar për asgjë tjetër, vetë se ta adhurojnë Allahun me besim të sinqertë. Pra, Allah i madhëruar na i ka sqaruar rrugën tonë. Dhe ne e kemi të qartë thirrjen tonë. Ne i thrasim njerëzit në tauhid, në njëshmëri të Zotit, në një krijues të vetëm, absolut, të çdo krijese, në një e të cilit nuk i përngjon askush. As nuk ka lindur ka dhe as nuk është vetë i lindur. E mirë, po ne i kemi të qartë këtë thirrje. E pyetjen të cilët ne duhet t'ja u bëjmë këtyre njerëzve është se në çka thërresni ju. Madje ata as nuk thrasin në krishterizëm. Po t'ja u dëgjojsh fjalët e tyre, ata absolut nuk thrasin në doktrinën krishtere. Mirë, këta njerëz të cilët të thrasin në kthimin e të parave, kinse, sepse të parët tonë i lirë që i njohim historikisht, ata kanë qenë me fe pagane. Nëse i bie që të kthehemi atje, atëherë këta do të duhet të thrasin në paganizëm dhe jo në krishterizëm. Mirë, këto lind pyetja, pse feja përmendet vetëm kur islami duhet të sulmuar? Pse nuk përmendet islami kur ka të bëj me moralin, me urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja? Feja islame ka shumë argumente e të cilët i ndalon shturjet, i ndalon imoralitetin, i ndalon zhveshjet, i ndalon provokimet, i ndalon ngacmimet. Pse nuk flitet kur për këto vlera të islamit?
Apo pse nuk flitet për sakrificën? Pse nuk flitet për bamirësin, të cilët ne muslimanët e kemi obligative, të cilët në kohë të caktuar ta japim atë për të varfërit, për ata të cilët kanë nevojë. E pse nuk flitet për disiplinën, se si besimtarët musliman janë të disiplinuar, mas pikë së pari me Zotin e tyre. Ata i përullën Allahut të madhëruar 5 herë në ditë. Pse nuk flitet për pastërtinë, kur gjymtyrët e tyre 5 herë në ditë i lajnë ata? Pse nuk flitet për këto të mira? Mirë po, sigurisht, problematika nuk qëndron tek mirësia e fesë islame. Problematika qëndron tek lufta ndaj islamit, sepse dikujna po i pengon feja islame. Dikujt po i pengon që shqiptarët janë me fe muslimane, e të cilët janë 93% musliman vetëm në Kosovë. Kjo po i pengon dikujt dhe sigurisht që ata i kanë arsyet apo agjendat e tyre dhe sigurisht që kjo është e ushqyer edhe nga tjetër kush. Sigurisht që edhe mashtrimi logjik, feja dhe kumbi nuk janë në kundërthënie njëra me tjetrën. Pyetja e parë që ja u bëj është: a ekzistonte kumbi shqiptar para islamit? Po, sigurisht që kumbi ka ekzistu edhe para fesë islame, si etni dhe si gjuhë. Mirë, a u zhduk kumbi shqiptar me ardhjen e islamit? Asesi, përkundrazi, ajo mbijetoi në rrethona shumë të vështira. Thojnë edhe historian, madje edhe nuk janë musliman, ka priftërin krishter e të cilët thojnë që nëse nuk do të ishte feja islame, asimilimi tek shqiptarët do të ishte i sigurt. Për arsye sepse serbo, slavët, ata synimin kryesor e kanë pos asimilimin. Ata i kanë kthyer në ortodoksizëm dhe ja u kanë ndryshuar edhe emrat, edhe janë asimiluar. Bele ka shumë argumente në trujet shqiptare e të cilët i kanë asimiluar nëpërmjet konvertimit të fesë. Dhe sigurisht që Islami këtë e ka ruajtur, sepse në thelbin e Islamit nuk është ndërrimi i etnisë. Në thelbin e Islamit qen ka adhurimi i sinqert ndaj Allahut të madhëruar. Asesi ndërrimi i etnisë dhe aja nuk kërkohet në Islam. Pastaj pyetja tjetër është: a ishte shumica atyre të cilët e mbrojtën tokën shqiptare nga okupuesit, a ishin ata musliman? Po, sigurisht që kjo është e vërtet dhe ata kanë qenë musliman dhe kanë qenë musliman të devotshëm madje. Kemi me i përmend vetëm disa prej emrave të cilët kanë qenë kokat apo ikonat të këtij vendi. Kush kanë qenë ata? Ata kanë qenë pikërisht musliman. Disa prej tyre janë udhëhec shqiptar, ndërta ishte Hasan Prishtina, ishte kryeministër, ishte musliman. Ismail Qemojli ishte musliman me familje bejlere shqiptare. Ai ishte edhe deputet në perandorin osmane. Ishte Ferid Vokopola, ideolog, politikan. Ishte Hoxh Kadri Prishtina, politikan, jurist, dietar islam. Ishte Ymer Prizreni, udhëhec i lidhjes së Prizrenit. Ishte Sulejman Vokshi, figurë qendrore e lidhjes së Prizrenit. Ali Pash Gucia, udhëhec ushtarak dhe politik. Bedre Pejani, veprimtar politik. Qazem Kaculi, politikan dhe luftëtar. Azem Galisa, prijes i rezistencës në Drenicë. Shod Galisa vije edhe nga familja muslimone, e cila ishte bashkëshortja e Azem Galisës. Ka pas edhe herojnë tjerë: Isa Boletini, Idris Seferi, Bajram Curi, Haxhi Zeka, Met Sokuli, Alil Kelmendi, Mulla Jakub Efendia, Mulla Jakub Asibi, Mulla Idris Gjilani, Mulla Shaban Polluja. Të gjithë këta janë identifiku si musliman praktikues, shumë prej tyre edhe me arsim fetar. Ka pas edhe dietar, hoxhëllor, udhërrëfyes shpirtëror. Ndërta ishte Hafiz Ali Kurça, Hafiz Ibrahim Dalliu, i cili ishte ndër komentatorët më të shquar të trojeve shqiptare. Komentatori i Kuranit,
Hafiz Abdullah Zeblaku, Sheikh Hasan Tahsini, Sheikh Ibrahim Tatova, Mulla Aslan Murati, Haxhi Ymer Prizreni, Mulla Ilyas Ahmeti e shumë të tjerë. Gjithashtu ka pas edhe shkrimtar, Sami Froshi, Hafiz Ali Kurça, që e përmendëm, Haki Stërmili, Shefqet Musliu, Mehmet Akif Ersoj, ishte me origjinë shqiptare. Pra, letërsia shqiptare nuk ishte laike në origjinë, por e lidhur fort me etikën islame. Gjithashtu, kthehemi prap edhe më afër historisë sonë, luftën e fundit në Kosovë. Ishte një familje e të cilit e ndryshoi historinë e popullit shqiptar në Kosovë. Ajo ishte familja Jashari. E krye familjari i kësaj familje ishte Hoxh Shaban Jashari, e të cilit ai me të bijtë e tij dhe gjithë familjen e tij u flijuan duke mbrojtur Adheun, bashkë në krye me Adem, komandantin ton legjendar Adem Jasharin, Hamzi Jasharin. Pastaj kishte edhe të tjerë veprimtar dhe luftar, Fehmi Ladrovci, Zahir Pajaziti, Agim Ramadani, Muj Krasniqi, Bekim Berisha, Ilir Kunushevci, Salih Qeku, Tahsen Zyva. Dhe gjithashtu është me rëndësi ta përmendim se prej të gjitha profesioneve, profesorëve, arsimtarëve, zejtarëve, inxhinierëve, mjekëve, e të gjitha profesionet të cilat rangitën nga se pjesëmarrës në luftën e fundit të UÇK-s, prej të gjitha profesioneve që ekzistojnë në trojet shqiptare dhe në Kosovë, më së shumti prej tyre kishte hoxhallar. A nuk mjafton kjo për ta treguar se feja islame të mëson me mbrojt vendin tënd? Andaj ky është një fakt, një argument i gjallë, e të cilit 90% prej muslimanëve ishin ata të cilët e mbrojtën Adheun e tyre në kohët më të vështira. Dhe kjo sigurisht nuk është propagandë, ky është realitet demografik dhe historik. E kur dikush thot Islami nuk është pjesë e historisë shqiptare, ai po e mohon sakrificën, po i fshin dhe po i përbuz dëshmorët, po i manipulon brezat, sepse historia shqiptare pa muslimanët në të nuk do të ekzistante fare. Andaj, e tërë kjo ligjërat e shkurtër, si përmbledhje, e ka për qëllim për ta zbardhur realitetin. Ne nuk jemi kundër fesë krishtere, katolike apo ortodokse. Ne jemi bashkë adhëtar në këtë vend dhe jetojmë së bashku. Kështu ka dashur Allahu i madhëruar. Dhe ne nuk kemi urrëtie fetare dhe as nuk e pretendojmë atë. Mirë po, nëse një grup pe grupeve qohet dhe thërret në anti-islam apo islamofobi, atëherë ne kemi për obligim të mbrojmë fenë islame, sepse përveç se jemi musliman, jemi edhe ata të cilët e kemi ndërtuar këtë vend dhe vazhdojmë të kontribuojmë vazhdimisht deri në fundin e jetës tonë, sikurse brezat e kaluar, të cilët një pakicë prej tyre e përmenda, e sigurisht që ka me qindra e mira veprimtar, Allahu i passhpërblyer të gjithë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.